perëndimi politik i partive, kur ato e vrejnë edhe vetë, që ka humbë besimi i qytetarëve të Republikës të Kosovës me i votuat parti politike edhe presin shpëtim prej mërgatës. Mirë po ata po harrojnë që ata të mërgatës kanë familjarë në Kosovë, që ata të mërgatës kanë familjarë që paguajnë faturat e energjisë elektrike, që ata të mërgatës kanë familjarë që jetojnë në Kosovë që kur shkon në market është trejtu shpurta e konsumatorit. Ka inflacion jashtëzakonisht të lartë në Kosovë. Gjithçka është trejtu, kështu që ata të mërgatës e kanë sensin që apo ndodh me Kosovën. Kështu që ajo ka ndruar sensin pra për datës 9 shkurt, pra se 9 shkurt, shumica kishin votuar për lëvizjen vetëvendosje. Po, mirë, po ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, ka pas zhvillime politike prej 9 shkurtit deri më sot. A ka pas ndikon pra në diasporë një gjë tillë? Unë mendoj që është perëndimi politik i një partije kur e ka vrejt edhe vetë që e ka humbë besimin te qytetarët që jetojnë në Kosovë edhe kërkon shpëtim prej diasporës duke u koordinu me presidentën për ta ndrru datën e zgjedhjeve me 28 dhjetor e kjo duke i kontribu në ne vënesave të krijimit të institucione, për arsye që sa më larg që shkon data e zgjedhjeve, aq më shumë shtyhet procesi i konstituimit të kuvendit, i votimit të qeverisë së re. Kështu që krejt këtu kanë qenë kalkulime politike të lëvizjes vetëvendosje që fatkeqësisht kanë qenë të koordinuara edhe me presidentën Osmani. Dhe në këtë rast, pra presidenti Asas e kanë qenë 8 parti të cilat e kanë përmend datën 28, e kanë pas preferencë dhe kanë qenë 5 parti që e kanë pas datën 21. Apo do me të numru 30, kanë qenë shpejt. Hajde një numër. Lëvizja vetëvendosje Guxza Alternativa. Ajo tha 8. 8. Emilia Regjepe, që është një deputete. Po, Elbert Krasniqi, gjithashtu. Do me thonë, nuk janë 8 parti. Janë vetëvendosja edhe veglat e vetëvendosjes. Po çfarë 8 parti? Çfarë parti e ka Fatën Peci? Çfarë parti e ka Muza Kusare? Kanë fituar. Nëse kanë parti, le të garojnë vetë, le të garojnë zgjedhje. E kanë emrin Guxza, le të guxojnë edhe të garojnë zgjedhje dhe ta këshyrim populli, a janë partia ju, a janë parti parlamentare ajo. 8 parti se ka votu. Ajo parti 2 bashkëkryetari ka. Ekziston pra 2 bashkëkryetari. Po, e vërtet ata për kësi precedentët që drejtë shumë janë të parët. Mirë, po çfarë du me thonë është që partit e mëdha në Kosovë, përveç vetëvendosjes, të gjitha kanë qenë për datën 21 dhjetor. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë për datën 21 dhjetor, jo pse i friksohet mërgatës, asnjëherë ne, po e ripotencoj, i mirëpresim votat e mërgatës. Arsyeja pse ne kemi insistuar që të jetë data 21 dhjetor është për arsye që shumë më e lehtë procesi i votimit, procesi i monitorimit të zgjedhjeve, kur e dim që me 28 dhjetor jemi në prag të festave. Do me thonë që ato vota kanë me urujt edhe natën e vitit 3, kanë me unumru edhe natën e vitit 3, që e dim që nuk është shumë disponime dhe atmosfera për zgjedhje. Plus, Vjosa Osmani e tha sot, presidentja edhe një deklarat tjetër që tha që unë i caktoj zgjedhjet kur ka njerëz më shumë në Kosovë. Mirë po ne e dim që ka shumë njerëz që për vitin e ri udhtojnë të familjarët e tyne që i kanë jashtë vendet. Kështu që edhe kjo nuk është argument. E qartë, dhe e zgjuri pra pas parasysh gjithë situatën politike, Lumina Duxhiku sot nuk u deklarua, pra pasi që doli prej takimit me presidenten, mirë po dua që pyes, cili është plani, vizioni juaj për datën 28? 28 ne po hymë në zgjedhje, ne jemi jashtëzakonisht të përgatitur, ne kemi dalë prej një procesit të zgjedhjeve lokale, të cilat kemi dalë të parë, kemi 7 komuna duke i përfshirë aty edhe kryeqytetin e Prishtinës.